Rikthehemi sërish në studio, do të vijojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion, por në këtë pjesë të dytë do të flasim për politik, do të fokusohemi në veçanti tek partitë e vogla, apo partitë e reja, të cilat ishin në zgjedhjet e 11 majit, sa u penalizuan ato nga sistemi zgjedhor, pse nuk u futën në zgjedhjen koalicion dhe si do të jetë aksioni i tyre parlamentar. Për diskutuar me mua në studio është bashkuar Indrit Sefa, analist. Indrit, faleminderit që je me mua. Faleminderit ju. Redi Muçi, deputet i Lëvizjes Bashk. Redi, faleminderit që je në studio me mua, dhe Marcel Rupi, kandidat nga Shqipëria Bëhet. Marcel, faleminderit që je me mua. Faleminderit ju. Redi, e nisim së bashku, Lëvizja Bashk në 11 maj mori mbi 24.000 vota, apo jo, dhe nxori vetëm një mandat deputeti. Në fakt, cilat ishin përshmëritë tuaja? Në fakt, përshmëritë tona ishin për më shumë deputet, pra të përfaqësoheshim me më shumë deputet. Në qasjen tonë, si thuash, prisnim që pesha e pushtetit të gjithë këtyre viteve do rëndonte mbi Partinë Socialiste dhe rrjedhimisht një pjesë e votuesve të saj do të drejtoheshin drejt Lëvizjes Bashk, edhe sepse ne jemi një parti e së majtës demokratike dhe ne në një farë mënyrë mishërojmë realisht dhe në programin tonë politik qasjen e majtë. Megjithatë, për njësër arsyesh, përfshi këtu dhe makinacionet që janë përdorur gjithmonë për të orientuar, manipuluar votën në themin të qytetarëve, përmes shantazheve, intimidimit, reformës territoriale, shumë çka e tjetër, ne ja dolëm ban që të fusim parlament vetëm një deputet. Sidoqoftë, për një parti që kandidon për të parë në zgjedhjet parlamentare, është një hap shumë i rëndësishëm dhe ne do bëjmë maksimumin që të justifikojmë në një farë mënyrë besimin që na ka dhënë publiku shqiptar. Ndërkohë, Marcel, nga ana tjetër, Shqipëria Bëhet mori jo pak vota, 64.000 vota, apo jo, në këto zgjedhje. Çfarë mendon se ju penalizoi? Unë jetë penalizuar? Po, patjetër, janë paka shumë dihen. Janë dhe ato që edhe Redi e përmendi. Rreth parë pa përmendur intimidime, 1.001 gjëra të cilët ndodhen në zgjedhje, qoftë për sa i përket pjesës së sistemit, i cili po themi pjesa e parë është pa deklaruar, sepse intimidime nuk deklarohen, sistemi është i deklaruar, është i hapur, pra dihet se është sistemi. Sigurisht edhe ky sistem nuk është ai që ne kërkojmë, pasi më mirë do të ishte për personelit kombëtar me listat hapura, që të ketë mundësinë që të përfaqësohen të 64.000. Pra 64.000 qytetarë u përfaqësohen vetëm nga një post, pra një deputet në parlament, që është totalisht e padrejtë. Përpos gjithë makinacionet të pushtetit, që nuk diskutohen, të cilat ndodhen, po ato i ngelin një organi tjetër, siç është prokuroria, për gjithë denoncimet që janë bërë apo do bëhen, sepse duhen faktuar. Kurse sistemi është gja i faktuar që në kryet herës ne menduam, nuk e donë, nuk ishim dakord që kur ka qenë, jo se po flasëm bazë zgjedhjeve. Dhe prisnit të penalizim. Pra duke e ditur këtë sistem, prisnit edhe penalizimin. Po, unë nuk mund të them që ne prisnim të kishim një deputet, por ditë të them që ishim penalizuar që në kryet herës nga sistemi. Indrit, përveç sistemit, pra penalizimi që vjen nga kodi zgjedhor, nga ky sistem zgjedhor, partitë e vogla, pra partitë e reja, a mundën të frymëzonin në elektorat? Shiko, do ta filloj nga pjesa parë e pyetjes për sistemin. Varet me çfarë duam ta krahasojmë. Se Kosova është proporcional kombëtar, po ka me prag 5%. Dhe nëse do marrim sistemin atje, fatkeqësisht asnjë nga partitë e reja, po them unë, nuk do e kalonte pragun. Edhe kjo do ishte një humbje akoma më e madhe. Ky sistem dihesh, domethënë çfarë do të prodhonte ta e dinin, domethënë gjithë subjektet e reja e dinin. Kishim LSI-n e cila mori 110.000 vota me 4 mandate. Sot kemi 150.000 vota me 4 mandate. Në mos gaboj pak a shumë, 140.000 vota. 130.000 vota me 4 mandate. Domethënë është e njëjta gjë. Po të futesh dhe votat tonë ndoshta deri në 180 me 7 mandate. Ky është sistemi, këtë e dinin. I detyronte sistemi të bëheshin bashkë. Asnjë llogari tjetër matematikore apo politike nuk kishte më shumë vlerë se sa një bashkim për hir të kauzës. Këta ishin të dënuar, këta ishin të dënuar që për t'u kundërvënë sistemit, që ishin dy partijak, midis PD-s dhe PS-s, këta ishin të detyruar të bëheshin bashkë. Mos po them bëheshin bashkë me PSD-n. E të më dëshë, sepse janë diametralisht kundër, nuk e lidh asgjë. Çfarë diferencë bënte nëse do të ishin bashkë? 10 mandate. Do kishin 10 mandate më shumë. 3 mandate më shumë.
Jo. 3 mandat. Një në Vlorë, një në Elbasan, edhe një në Fier. Jo. Një në Vlorë. Kishe mandat në Vlorë, kishe në Fier mandat. Po. Kishe në Elbasan, kishe në Tiranë, do ishe 4 më shumë në Tiranë. Unë po them në ana matematikore, nëse përqindja juaj. 2 mori Sheaj, një edhe një ju, 4. Me këto vota sa përqind veni gjithë bashkë? Në Tiranë? Po. Nuk e di se kanë bërë, po bëni llogarinë. 4 mandate. Se Sheaj mori 5%. Shqipëria po të fusë Sheaj, po të fusë. Ata po jam duke të. Mirë, po thot nëse do ishin bërë partitë e reja së bashku. Jo, po them të hyni të gjithë bashkë. Ishin diku të 150.000 vota, edhe ishin të gjithë bashkë këta, mund të ishin minimalisht 14 mandate, maksimalisht 17-18 mandate. Sepse në Fier mund merrin edhe 2, domethënë kishte diskutime nga më të ndryshmet. Po jam duke të thënë diçka tjetër, që këta ishin të destinuar, domethënë ishin të dënuar për të bërë bashkë, pavarësisht ideologjisë ose kundërshtive që kishin me njëri tjetrin. Kishte mënyra për ta bërë fushatën, kishte sa duash për ta bërë fushatën. Më shqetësues është fakti që këta prap, edhe këtu mund të faqsoj pak redin te kjo pjesë, që deklarojnë që nuk do bëjnë prap bashkë si grup parlamentar. Se në fakt kjo është edhe pyetja, se a vlen tani më, pra e kanë ende në dorë që të bëhen bashkë. Sistemi parlamentar në Shqipëri të imponon, Redi ka për ta kuptuar bashkë me deputetët tjerë, ka për ta kuptuar fakti që kanë marrë si shembull, për shembull sot Agron Shenj. Agron Shenj ka qenë deputeti i Partisë Demokratike, ka qenë grupi i Partisë Demokratike, edhe fjalën e merrte si antar i grupit parlamentar Partisë Demokratike. Ishte nëpër komisione si, pavarësisht se ishte pak i veçuar nga grupi PD-s, po prapë ishte si deputeti i Partisë Demokratike. Kur bënte denoncimet, e linin kolegët e vet. Fatkeqësisht këta kanë për të pas një blokad nga opozita, jo nga mazhoranca më shumë, se mazhoranca ka ata deputetë e vet. Po thua për deputetët e partive të vogla. Patjetër, se fund ditës këta cënojnë territorin e opozitës. Këta dhe opozita i sheh si sfidë për veten e vet, si rrezik për veten e vet. Edhe kanë për të pas më shumë problem nga opozita. Prandaj unë mendoj që këta janë të destinuar. Me që dole këtu që opozita e shikon partitë e reja edhe të vogla, ose ta quajmë si duam, si rrezik pra për ekzistencën e saj, a ishte kjo një arsye që edhe Partia Demokratike i votoi këto ndryshimet në kodin zgjedhor? I propozoi Partia Demokratike me qëllimin që mos të hapte rrugën partive të reja. Dhe unë s'po them që partitë e reja të bëshin bashkë se kishin ideologji të përbashkët, të bëshin bashkë nga halli. Domethënë kur halli ishi përbashkët, njerëzit bashkohen. Këtë nuk arritën të bënin dot. E menduan që do ishin më përfaqësues të njerëzit, do merrnin më shumë mandate, unë kam dëgjuar dhe zotin Lapaj. Kishte një pritshmëri shumë herë më të madhe. Ndërkohë që ne që jemi marrë me sistemin e gjithë e dim që se si përfundon gjëja. Sepse njerëzit, pavarësisht kur nuk të shohin ty fitues, ose kur nuk shohin ty si një mundësi reale për të ardhur në pushtet, kanë më të vështirë për të dhënë votën. I ndryshëm është votu si Lëvizjes Bashkë. Ata janë idealist, janë njerëz që besojnë, duan ta votojnë për atë që përfaqëson. Nuk duan ta votojnë se do vinë pushtet. Duan ta votojnë për atë që përfaqësojnë. Po. A i kishit marrë Redi parasysh këto penalizime që mund të vinin për shkak të këtij sistemi zgjedhor dhe pse nuk u bët bashkë, se kjo është pyetja. Po. Atëre. Sepse përmendën këtu duhet ishim bërë bashkë për hir të kauzës. Çështja e cila është kauza. Hallit, jo kauza. Kauza e ke veti. Halli. Kauza, ne ja kemi dalë në bandë të përfaqësohemi në parlament, që është një hap i rëndësishëm. Dhe unë mendoj që, le themi, detyra që ishte edhe para zgjedhjeve, dhe në këto zgjedhje si thua, po sidomos në 4 vjeçarin e ardhshëm, e këtyre që ne i etiketojmë si parti të reja, detyra e tyre tashmë është që ta heqin nga vetja këtë etiketim dhe të krijojnë një identitet të tyre në politikë. E kam fjalën për një identitet të cilin Lëvizja Bashkë tashmë e ka krijuar, sepse ne kemi 14 vjet që angazhohemi në kauza të ndryshme sociale, por që na lind detyra që identitetin tonë ta përçojmë te publiku, në mënyrë që edhe kur publiku të njoh qasjen tonë, të vitet na bashkohet. Mirë, fakti që do të futeshit në koalicion nuk është se të humbet identiteti. Jo, sigurisht që të humbet identiteti, dhe është problem, dhe madje vetë fakti që u bë kaq kohë që i etiketojmë këto parti të reja, do thotë që nuk kanë asnjë bërtham të vetën, dhe a është për të çuditur pastaj që partit identifikohen drejt për drejti me liderin e tyre. Sepse nëse s'ke përmbajtje detyrimisht të reja, ky është një etiketim që ndoshta na bashkon, por ama çështja është se çfarë na ndan. Dhe gjërat që na ndajnë dhe që janë pjesë e identitetit të Lëvizjes Bashkë, në radhë parë është një vizion programor, i qartë, i majtë,
i së majtës demokratike, që ne kemi shprehur, dhe kur elektorati e dëgjon këtë qasje, vjen dhe na bashkohet. Në radhë të dytë, është ndershmëria dhe koherenca jonë. Tashmë, nëse ne do duhet të bëshim bashkë me parti të cilat financohen me fonde të pafundme, të cilat nuk merret vesh se nga vijnë këto fonde, atëherë mund të cënojë një ndër aspektet kryesore të identitetit tonë, që është ndershmëria. Është koherenca. Nëse unë sot jam ai që përfaqësoj Lëvizjen Bashkë në parlament, është për shkak të koherencës tonë, që i kemi thënë publikut shqiptar që unë, pra Redi Muçi është i pari, Alin Qori është i dyti. Alin Qori hyn në parlament, hyn Redi Muçi, kjo është koherencë. Dhe gjithë këto karakteristika na bëjnë që identitetin tonë ta përçojmë, siç thash. Nga ana tjetër, ne vim nga organizimet e grupimeve të ndryshme sociale. Ne nuk jemi si partitë e tjera. Ne vim nga organizimi i studentëve, i punëtorëve, i qytetarëve, në fund të komunitet. ditës, kauza të gjithë partive të vogla, që quhen parti opozitare, sigurisht, e lëmë më njanë Partinë Demokratike, sepse ishte kategorikisht... Cila është kauza? A është prapë për t'i përballë të dy forcave të mëdha politike? Po mirë. Atëherë Fakti që kemi hyrë bëheshin bashkë, nuk ishte një Jo, lajmi i mirë është që le të themi të treja partitë e reja, nëse duam t'i quajmë, po përfaqësohen në parlament dhe kanë mundësi që të përballen në mënyrë parimore me të dyja partitë e mëdha të vendit. Por nuk është më mirë nëse këto partitë e reja do të kishin një grup përbashkët parlamentar, pra që do të mendonin njësoj, sepse do të miratohen ligje nesër në parlament. Po. Është më mirë një apo 10? Secili do votoj sipas qasjes vet. Do ketë mundësi të propozoj ligje dhe të votoj ligje. Nëse Lëvizja Bashkë do dalë aty dhe do thotë që duhet propozuar minimumi etik, çfarë qëndrimi do mbajnë partitë e reja? Se mirë, Partia Socialiste dhe Demokratike e dim. Edhe pse gjatë fushatës Sali Berisha dori duke thënë minimumi etike, dori sim pensionet, dori sim pagën minimale, me një program më të majtë se sa të majtët. Atëre Më të majtë që të tuaj. Do t'i përballim me premtimet e tyre gjatë fushatës. Këtë mision kemi ne dhe për këtë sigurisht që mund të bashkohen me votën e tyre, të gjithë janë dëftuar që propozimi të kthehet në ligj. Marcel, jeni penduar ta themi që nuk jeni futur në këtë zgjedhje si koalicion? Ne jemi të vetëm që jemi futur si koalicion. Jemi të vetëm që jemi futur si koalicion, jemi të vetëm që... koalicion në kuptimin e gjithë partive të reja. Jo, bëj pyetjen e kundërt të kur ta drejtosh ti emisionin mos të pyetje. Patjetër. Dakor, ju e para jemi të vetëm që jemi futur si koalicion. Jemi të vetëm që kemi propozuar një koalicion më të gjerë, ku bëhej fjalë pikërisht dy partitë e reja, ku ishte Gonshea, ne nuk shtrim dorën bëjmë koalicion me PD-n. Sado që po të bësh pjesë e saj mund të fitojë edhe mandate. Pra nuk është se po nuk shërben mandati po të jesh brenda. Si? Nuk të shërben dhe me i mandat po të jesh brenda. Pikërisht pra nuk ishte qëllimi bëhemi me këdo, mjafton të marrim një deputet. Nuk ishte ky qëllimi. Nuk ishte ky qëllimi. Nuk ishte ky qëllimi për të bërë, por koalicionet kanë anë objektive dhe subjektive. Objektive do të thotë që të kesh një qëllim për të arritur, për të kuptuar si është sistemi dhe për të bërë ato që ekspertët thonë. Subjektive është ana shpirtërore, nuk ka nevojë ta dashurojmë thellësisht njëri tjetrin për të bërë koalicion, sepse flasim për politikë, nuk flasim për dashuri platonike. Pra, absolutisht. Po meqense këtu po ndahemi financimet, ne që vim nga bandat, zakonisht nuk bashkohemi me të tjerët. Kush vjen nga bandat? Po, sepse na u tha që është ndeshmëri, pra, po të ishim pjesë e bandave, do kishim futur 4 deputetë ne. Pra, në qoftë se financimet tona vinë nga struktura të cilat nuk dihen se nga vinë lekët, ti je sigurt që duke ndenjur ta mbaroj pak, të mbaroj një mendim dhe pastaj. Po, okay. Pra, po të kishim marrë nga gjëra të tilla, është shumë e thjeshtë duke ndenjur nga zyrat do të kishim marrë 2 mandate, se na i sillnin parat. Fakti që ishim në rrugë të gjithë, pse unë nuk e krahasoj partitë e reja me partitë e vjetra, jo për çështje viti kur është krijuar. Për çështje pikërisht të kësaj gjëje. Tani Redi vjen dhe pas një bazë fillon një akuzë të tillë, duhet shkonte për 100 miliardë euro, sepse i kishim nga bandat organizuara. Konkretisht, sa keni harxuar? Po pyesë financierin e, unë nuk jam financier. Atëherë, nëse s'ka intransparencë. Po kush s'ka transparencë? M'fal, një sekond. Unë po të pyes, ma bëj transparencë. M'fal, një sekond. Transparenca, nuk i llogaris do herë, ai shumë miliona euro. Janë ai shumë miliona euro, sa kur kemi qenë ne në rrugë për çështjen e fjalë, keni qenë dhe ju përballë.
Dhe unë ju a di idenë që po t'i lueshin këto miliona euro nga partitë e reja, nuk do kishim nevojë të rinim nga 12 orë në rrugë për të mbledh firma, nuk do kishim nevojë të rinim nga 12 orë në rrugë për të mbledh vota, ti e di shumë mirë. Siç kishte të tjerë që futën nga 3 deputet dhe nuk dolën një herë në fushat. Ti e di shumë mirë këtë gjë. Po në gjithë botën me çfarë para Tonit. Ti e di shumë, ne nga oligarkët më burr. Ne oligarkët, jo një sekond. Të mos e kthejmë kështu personale. Ne redi oligarkët na kanë dhënë edhe plazhet. Me që është vërtet. Oligarkët na kanë dhënë plazhet, kupton? Jo, ande nga Saranda keni ca probleme ju me. Në momentin kur ty të del emri për plazhet, unë kam mbajt fushatën e plazheve zotri për heqjen e atyre trarëve. Marrëdhëniet e këtyre partive të vogla në parlament. Ja po është prokuroria posaçme, shkoçoj atje. Po do ndoj hyn zgjedhje, unë do pres vendimin e prokurorisë. Atëherë duhet të keni figurën të pastër. Sot je deputet. Shko denoncoje zotri ose ky është një mashtrim i madh ti bën dhe si deputet. E ka denoncuar Agroshea ai më. Jo, është e kundërta, nuk ka denoncuar Agroshea. Është akuzuar Agroshea për shpifje. Ne nuk përzihemi me figurete. Atëherë kur nuk e di, mos ndërhyj këtë çështje se ke iden fare, që më thuaj ka akuzuar Agroshea sepse ky është mashtrim. Dhe ta fillosh. Do ta them si do përfundoj gjyqi. Në shtator fillon deputet. Mos mashtro para se të fillosh deputet paktën. Prandaj dëgjoj këtu. Muhabet e kolla. Di se është si të martohesh me zor me këta. Tani me njerëz që nuk justifikojnë ardhurat e tyre. Futen në lista dashsul. Kush të tha? Ai tjetri me vjerën e tij ka marrë tokat e Bregdetit, do thon pse s'futesh me ne në koalicion? Ja, po pse kush të tha? Ju që fituam. Ja të them unë ty se ça humbëm nga kjo mendësie juaja. Ja të them unë ty. Apo ne fituam atë që humbët ju. Që humbi shoqëria në bazë të kësaj mendësie. Nuk kishte lidhje këtu, do bëheshim gjithë bashkë se sa deputet do merrnim ne, se sa fond do merrnim ne, se sa pushtet do merrnim ne. Po sepse ishte një moment historik se t'ju vendosët që tregoshit egoist personal. Ishte një moment historik të cilën njerëzit ndanin të shkuar nga ardhmet, të ndanin të rinjt nga nuk tha njëri që duke qenë një koalicion parlamentar, duke bërë një grup ta mbaroj fjalin. Ta mbaroj. Ne jemi të ndershëm. Po pra me ne të pandershmit, ju të ndershmit putheni me oligarkët, nëse ne të pandershmit jemi ne nga banda. Ne të ndershmit nuk përzihemi me njerëz që përfliten. Dhe mua pëlqen shumë kur e vendos vetë se personi a është i ndershëm apo jo. Redi. Është e turpshme që ne hymë në garë, kryojmë parti politike për të treguar se si dy partitë të mëdha kanë shkatruar njëri tjetrin dhe ne sulmojmë njëri tjetrin. Kjo është e turpshme. Kjo është e turpshme. Dhe fakti që ti vjen këtu për të sulmuar ata që janë të ngjashme këtu, kjo është e turpshme dhe kriminale. Dhe kjo i shërben partive të mëdha. Kjo i shërben partive të mëdha. Të mos e them personale, Indrit, si e shikon marrëdhënien e partive të reja në parlament, pra këtyre deputetëve të rinj që do jenë në parlament? Sigurisht që secili në rrugën e tij do të jetë zëri i shqetësimeve qytetarëve. Konfliktin e kanë real dhe e ndjejnë konfliktin. Kurse ata e kanë vetëm sa dalin televizor, se pastaj e mbyllin brapa. Pse kanë real? Po ja të vazhdojmë një çik, ne t'japim argument atyre që ne ndajmë milionë pak me njëri tjetrin. Është emocional, konflikti është emocional dhe i vazhdueshëm. Kurse ata të vjetrit e kanë pak konfliktin sa për dal live në televizor dhe pastaj e mbyllin. Dhe veç nuk i mundnim dot, po duhet ishim bashkë. Fillonte nga tani dhe më vimësi. Brenda mund mos ishim dakord për shumë gjëra. Po ama, brenda duhet ta tregojmë për çfarë jemi dakord. Jo, një sekond. Por mund mos i për shumë gjëra, s'po them se s'dishe për asgjë. Brenda duhet të shohim për çështje kryesore është ajo. Për çështje kryesore është ajo si shteti tani. Për çështje kryesore është ajo që ti bëni bashkë. Po si mund bëjmë bashkë ti thotë i pandershëm. Nuk u bëhet bashkë. Tani është e rëndësishme sepse në atë parlament ku do të shkoni në shtator do të miratohen ligje për gjithë ne. Pra jo vetëm për ju, po edhe për gjithë ne që votuam atë që votuam. Çfarë do bëjnë partitë e reja aty? Çfarë do të bëni? Jo, problemi është ky. Propozoj. Problemi është që nëse para zgjedhjeve hiqemi të gjithë sikur jemi njësoj dhe themi duhet jemi bashkë që të mbledhim vota. Dhe pas zgjedhjeve, pasi përfaqësohemi, jemi përfaqësues të popullit në parlament. Secili shkon për sa vetë ky është problem. Dhe ne pikërisht për hir të koherencës dhe konsistencës i qëndrojmë atyre që themi para dhe atyre që themi pasi hym në parlament. Po mirë, të njëjtën gjë thonë edhe ata. E dyta nuk thonë të njëjtën gjë. Po këtu po të them pra, atë që kanë kërkuar para, kush do jetë deputet? E dyta, kush do jetë deputet nga Shqipëria bëhet? Kush do jetë deputet nga Shqipëria bëhet? Është Rebus. Atëre, e dyta, në qoftë se ne na ftojnë që të hyjmë në një koalicion, tek i cili koalicion, sipas propozimit të tyre, secili bën fushatën e vet, pra garon për të mbledhur votat e veta.
Dhe në këtë garë t'i garon edhe me Dash Sulajn, që ka 8.000 vota në Elbasan, edhe me një VIP televizori që me mënyrën e vetë ka like dhe i kthen në vota, edhe me dikë që e financon vetë fushatën e vetë me para që s'dihet se nga vinë. Atëherë kjo është një logjikë. Votat e kujt kanë marrë partitë e reja, Redi? Po me dikë që ne nuk kandidojmë me oligarkë. Atë për tash unë shumë se ty. Po se bën dotje edhe po dëgjoj këtu. Po me një që ka pranë oligarkun. Ne nuk kandidojmë me VIP-a. Ne kandidojmë me frym. Kush është VIP-i më burr? Na thuaj emrin më burr. Ne kandidojmë me frym. Kush është VIP-i pra? Ne përpiqemi të ngrem një frym të caktuar për të mobilizuar njerëzit për të na votuar ne. Mirë, dakor, Indrita kanë frymzuar partitë e reja. Me që i thoni gjëra të syju, i ndeshur. Marcel, të lutem. Na e thoni net pa ndeshur kush është VIP-i. Marcel, të lutem, të mos e bëjmë bisedën edhe mos Gjithë janë VIP-a. të mos e ulim kështu në gjëra personale. Ke ju di që ka, po kene kush është më thuj. Lëvizja Bashkë që në fillim nga partitë e tjera. Lëvizja Bashkë atë votues që ka votues të vetin të kalcifikuar, që u treguar që nga zgjedhjet lokale që janë pak a shumë 20 vota. Pra që e kanë fituar me frymën e tyre. Po, në mos gaboj janë 20 vota Redi, njësoj. 20 vota, po. Dhe janë ata që besojnë, janë ideologjikisht janë afër lëvizjes Bashkë dhe kanë përcjell aty, mund të rriten më shumë, mund të qëndrojnë ata, po e sigurt është që nuk bien poshtaq, domethënë. Kjo është pak për e sigurt. Ndërsa subjektet tjera, domethënë lufta e zotit Lapaj me zotin Sheaj ishte pa shpjegueshme. Jo, nuk du t'i vë shumë faj zotit Lapaj të kjo pjesë, po zotit Sheaj e pas nga ana elektorale dhe thjesht makinacionet elektorale dhe zgjedhjeve, goditi basenin ku mund të merrte vota. Mendonte nga studimet që kishe të elektoratit që zoti Lapaj mund të nënte një pjesë të pellgut të tij të votave të djatha dhe po i merrte zoti Lapaj dhe goditi aty në momentin që ai interesonte më shumë për të ruajtur atë votat e Territorin e vet. Po pra. Edhe kjo tregoi që nga ana elektorale ai shfrytëzoi më shumë dhe më mirë mundësitë. Çka do të thotë, u përqendrua në Tiranë, bëri fushat minimaliste në gjithë Shqipërinë, po u përgjithua në Tiranë, aty ku kishte më shumë mundësi për të maksimalizuar votat. Përdori pak a shumë të njëjtën metodologji siç përdor zoti Tom Doshi me partinë e tij që fokusohet në Shkodër dhe në Tiranë. Në gjithë Shqipërinë bën një fushat minimaliste, pavarësisht se ka marrë shumë vota në gjithë Shqipërinë, po bën një fushat minimaliste. Ky është sistemi. Ndryshe bëri Shqipëria B, që bëri një fushat në gjithë Shqipërinë, goxha e hallakatur me thënë drejtën, sepse kishte pritshmëri shumë të mëdha, që do merrte në çdo qark. Pavarësisht se nga ana aritmetike dhe historike e zgjedhjeve, është zëre pa mundur të marrësh mandatën në përqark caktuar. I vaj shumë afër në Fier, për arsye se Fieri është i madh. Është 16 mandate, edhe normalisht ke bazë më shumë për të mbledhur vota. Por, populizmi i nisma Shqipëria bëhet, ishte ku e ku më lartë se partitë e tjera. Domethënë kishte disa nga ana elektorale, disa premtime cilat të paralizueshme komplet me ato që çka unë arrita të dëgjoj dhe të studioj me ato çka propozonin, dhe tregoni që ishin nisma utopike që as nuk realizoheshin dot, po thuheshin vetëm sa për të marrë, sa për të kaluar zgjedhjet. Pra nuk u bën të besueshëm në elektorat. Votuesi shqiptar është shumë i kujdesshëm dhe është shumë finok në moment kur ti bën premtime të cilat janë utopike, ata të dëgjojnë me vëmendje, po e dinë që nuk do realizohen. Këto premtimet utopike nuk ja pranojnë as partive kryesore, as PD-s, as PS-s. Dhe normalisht prandaj edhe Rama si strategjisti më i madh i zgjedhjeve sot në Shqipëri nuk merret fare me këto gjëra. E di çka kërkon, sepse ata e dinë që në fund ditës këta do gënjejnë. Çoja thuat pensioni 1.000 euro, 2.000 euro, njësojësh, si t'ja thush 500, si t'ja thush 2.000, për shqiptarët njësojësh, është e njëjta formulë. Nuk i hyn fare në vesh. Pra edhe të mos i prezantosh një program. Programi do të jetë realist, po them. Populizmi është smundja më vrastare e politikës dhe kur e kanë të rinjtë është shumë herë më e rëndë. Këta të Lëvizja Bashkë është populist sepse është e majtë, si normalisht është në funksion të politikave tyre, por këta që prezentojnë të djathtë dhe populist është vrastar. Djathtë populist janë Mussolini, Hitleri, gjitha me ratë djathtë. Ato nacional socializëm, po do më të djathtë dhe populist është smundje. Do më është smundja më vrastare për djathtën është populizmi.
Ndërkohë, Marcel, nëse lëvizja, nëse bashkë kanë patur atë elektoratin e tyre, pra, ju, cilat vota keni mundur të merrni në këtë zgjedhje? Majtas, djathtas, apo keni synuar atë elektoratin ngri? Ose ndoshta rinia? Si e keni ndjerë ju veten ose qasjen e tyre ndaj jush? Unë nuk mund të them nga kemi marrë, se parë se kemi nisur fare me këtë analizë dhe unë nuk i ndaj njerëzit në të majtë të djathtë. Unë mendoj që përgjithsisht partitë e reja në përgjithësi, po tani duke shkuar dhe konkretisht tek nisma Shqipëria bëhet, duke qenë të reja, duke qenë kundër një sistemi të cilit dita ditës është duke u kalbëzuar, pra është në rënje sipër. Atëherë fillon që nga njerëzit që kanë qenë të pashpresë në 35 vite. Që fillon gri, të zhgënjërit nga të dyja. Pra, njerëz të cilët përgjithsisht janë objektiv në kërkesat e tyre, nuk janë militant, nuk janë njerëz të cilët shkojnë thjesht mbas një personi, një flamuri apo një gjëje. Por shkojnë në bazë atyre që dëgjojnë, mund të kenë shpresë në një moment caktuar nga një parti e caktuar dhe më pas zhgënjehen, sepse shohin që nuk mbahen premtime të ndryshme, dhe nuk është zhgënjim nga partitë të cilat kanë pasur një mandat, apo një 4 vjeçarsh, apo një palëzjedhje zhgënjyre. Flasim për 2 parti politike të cilat dihet që e kanë uzurpuar, e kanë grabitur, e kanë shkatruar vendin për 35 vitesh. Dhe unë mendoj që ndryshe nga çdo vend tjetër, ku partitë e reja mund të lindin qoftë për një ideologji të caktuar, në rastin konkret, në Shqipëri është domosdoshmëri ardhja e frymës së re, pikërisht si shpresë. Po ky është problemi, a sollën partitë e reja frymën e re? Po unë besoj që po, duke shkuar në 100 e ca mijë vota, të cilat duke futur këtu intimidime dhe çdo lloj gjëje tjetër, dhe prap njerëzit treguan që partitë e reja kanë zë, partitë e reja ekzistojnë, ne jemi për partitë e reja, duke mos harruar që shumë të tjerë, besoj unë, ky është mendimi im, që ende mund të jenë tek pjesa gri që thonë, okej, ti shohim një herë çfarë mund të bëjnë mandatet e para dhe akoma nuk kanë ardhur, sepse edhe votimi ishte përsëri në masë shumë të ulët. Pra unë mendoj që ky është një fillim shumë i ri për partitë e reja. Është një fillim i ri dhe një shpresë për shqiptarët, për atë që kishin vite që thonin që mo ka bërë përshtypje për shembull, që shqiptarët thonin ore nuk ju lën. Çështja nuk është të të lënë, është ta marrësh. Po. Dhe të rinjt e treguan që nuk pritën t'i lë dikush, por po marrin territor në politikë në kuptimin e mirë të fjalës. Por që duhet presin edhe 4 vite. Mirë, do të shkojmë në publicitet dhe do të rikthehemi vetëm pas pak për të vijuar bisedën në studio. Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion, po flisnim në këtë pjesë për politika dhe konkretisht për rolin e partive të reja në zgjedhjet e 11 majt. Redi, një fillim i ri për partitë e reja dhe sigurisht që është shumë mirë kur në parlament ka gjithmonë zëra të rinj, por duhet të presim sërish edhe 4 vite të tjera për të treguar një tjetër frymë. Do ketë kjo kohë përpjekje të vazhdueshme nga ana juaj për të mobilizuar dhe cili do të jetë roli juaj politik? Shikon, ne, siç e përmenda edhe pak më parë, jemi një lëvizje që vim nga organizimet e grupimeve sociale në terren, në organizimin e protestave, dhe është herë e parë që na jepet mundësia që të përfaqësohemi edhe në parlament, që rrjedhimisht do thotë se është një hap i rëndësishëm përpara. Do thotë që zërin e gjithë atyre njerëzve që e organizojmë aty jashtë kryeministrisë do ta çojmë tashmë edhe në parlament, dhe është një hap shumë i rëndësishëm, pra siç e përmenda edhe pak më parë. Unë mendoj që, meqense përmende 4 vjeçarin, jo vetëm që lufta jonë nuk do ndalet, po do intensifikohet, pra, por unë mendoj që nga këto zgjedhje dolën disa mësime. Dhe mësimi i parë është që Sali Berisha nuk ka për të bërë kur kryeministri i Shqipërisë. Dhe të gjithë ata që votuan Partinë Socialiste nga frika se do rikthej fantazma e Sali Berishës në Shqipëri, e kuptuan gabimin në thonjza. Së dyti, unë mendoj që në qoftë se të gjithë ata që votuan Partinë Socialiste, po ta dinin rezultatin e zgjedhjeve, pra që PS do merrte 83 mandate, dhe që Arlin Qori nuk do hynte në parlament. Unë mendoj se po t'u jepë mundësia përsëri do votonin lëvizjen bashkë prapë, se unë jam i bindur që kemi shumë mbështetës në radhë të atyre të cilët
e votojnë Partinë Socialiste... Arlin Qorri ka thënë që s'do hynë në parlament. Jo, në kuptimin që do hynë të i dyti, do hynë bashkë me mua, do hynë dhe i në parlament, në qoftë se do të jepë i mundësia njerëzve të votonin për dytë pra. Pra, kam frikë se kjo, frika se do rikthej Sali Berisha në pushtet, i ka bërë shumë për tyre që të japin votën PS-s, për te gjithë makinacioneve, shantazheve, gjitha këtyre. Kështu që në zgjedhjet e ardhshme njerëz do ta kenë këtë parasysh, përveç se pesha e pushtetit të 4 vjetëve të tjera, ose të mandatit 4 të Edi Ramës do rëndoj edhe më shumë, skandalet do thellohen edhe më shumë, dhe rrjedhimisht shpresa është që në 2029 Lëvizja Bashkë do përfaqësohet në parlament shumë herë më mirë dhe më fort se sa në këto zgjedhje. Indrit, me 83 mandatet mazhorancës përballë, sa faktor do jenë partitë e reja? Kam frikë do jetë askush faktor përveç Edi Ramës. Problemi është se Edi Rama ndryshon çdo gjë, çdo ligj të mundshëm procedurale ndryshon vetë. Në favor. Në favor. Qofse je shtetar, nuk e bën favor tënd, e bën favor shqiptarëve, pa ai vetëm shtetar nuk është, nuk ka lidhje me shtetarin, ai nuk ka lidhje me të qeverisurin, ai është një plaçkitës, një despot i vogël që do të ketë gjitha pushtetin në dorën e vet. Unë mendoj që këtë e ka kuptuar BE-ja. Mesazhi i Gonzatos ishte fare i qartë. Me njëherë sa liderët europianë uruan Rama për fitoren dhe u pa qartë madhësia e fitores, ai doli, ambasadori i BE-s në Tiranë, doli dhe tha që Partia Socialiste dhe Rama janë detyruar të bëjnë një reformë zgjedhore të gjithë pranuar. Pse ja vuri peshën e kësaj vendimarrje vetëm Ramës? Sot Rama nuk ka më një argument që thotë që nuk më le opozita, që planet më i prish opozita. Ai ka gjitha instrumentat sot në dorë. Ai dhe vetëm mund të bëjë një kod zgjedhor bashkë me 3 votat e PSD-s, që praktikisht është një zgjatim i PS-s. Ato s'kan as identitet politik, po. Unë mendoj që Rama ka një peshë të rëndë politike sot. Nuk ka më argument për të vënë gishin diku. Sot çdo veprim, çdo vendimarrje e tij është pesha personale e tij. Partitë e reja kanë vetëm një platformë shumë të rëndësishme politike që është Sada Kuvendit. Për të bërë të mundur ndryshimin epokal midis mënyrës së vjetër të bërit politik dhe identitetit të tyre të ri politik. Çka do të thotë? Që ata të jenë parlament, të jenë zëri qytetarëve dhe të jenë koherent në atë çka kanë premtuar dhe atë çka do bëjnë dhe qëndrimet që do mbajnë. Qofse unë për shembull nuk jam nihilist dhe nuk jam nga ata që mendoj që opozita do të jetë destruktive. Qofse ne kemi një objektiv kombëtar, që është integrimi në Bashkimin Evropian, është i të gjithëve. Dhe ka shtete, për shembull, që kur ka një interes të madh të shtetit, i harrojnë ca luftrat të brendshme ose më saktë, to luftat e brendshme nuk i përcjellin jashtë. Dhe bëhen bashkë. Bëhen bashkë për të arritur një objektiv, që është i të gjithëve. Është i të gjithëve. Dhe ky objektiv i të gjithëve është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. As këta nuk kam pse t'ia lënë Ramës për të bërë, se ajo është gjeopolitika, ajo do bëhet, se nuk ka lidhje as me standardet që plotëson Shqipëria, as kur i plotëson Shqipëria, siç ka hyrë Bullgaria me Rumaninë, do hymë dhe ne, do na marrin, do hymë. Do na marrin brenda. Ose kundërta që mund t'i plotësojmë të gjitha dhe të mos hymë. 300 vjet aty, domethënë siç ka 80 vjet Turqia, 50 vjet që nuk e hapin e lënë aty Turqinë, se nuk duan të hapin, se nuk e duan pjesë Bashkimit Evropian. Por po them është pjesë e gjeopolitikës dhe këta s'kan asnjë arsye pse t'ia lënë merit Ramës, se po bën destruktiv edhe të ndodhi ai do ketë meritën gjatë gjithë pjesës politike të tij, do e përdori si kalbete e tij që unë e bëra Shqipërinë, se këta të tjerë i kisha kundra, por unë mendoj që partitë e reja kanë një platformë shumë të rëndësishme. Dhe platforma e rëndësishme është që këta të bëjnë diferencën midis dy metodave të bërit politik. Është ajo deri tanishmja dhe ajo çka këta do paraqesin. Të shpresojmë që do jetë politikë cilësore, jo populiste, se populizmi është vdekja është vrasje për politikën. Populizmi është smundja më e keqe që mund të ketë politika. Marcel, cila do të jetë platforma më e fortë që ju do të keni? Sigurisht është e rëndësishme që ju të qëndroni në këtë tregun politik, edhe pse një mandat, zgjedhjet tjera vinë shumë shpejt dhe për një parti politike është shumë e rëndësishme të luftoj edhe të mos harrohet, se kemi parë që janë formuar shumë parti të reja dhe zgjedhje pas zgjedhje janë harruar. Patjetër.
Po e lidh pak edhe me pjesën që u tha për pjesën e populizmit. Shumë premtime të cilat duke sikur ishin në ajër, pa mbajtur etj etj. Kur ti nisesh për të hyrë në zgjedhje, ti nuk hyn për të humbur. Dhe nuk hyn as sa të marrë një mandat edhe aq është puna. Ti teorikisht, sigurisht me këmbë po teorikisht hyn a këto zgjedhja në vazhdimsi, po lufta jote që nis në këtë betejë është qeveria. Dhe kur ti merr qeverinë, ke disa gjëra të cilat tani duken utopike. Pra tani, kur i them, janë utopike, jam dakord. Por nëse do kesh një qeveri se nuk janë më utopike, janë të bëshme. Se s'do të më pres. Po the për një vit do zgjidh problemin e tokës, e mbyll aty, nuk të dëgjoj më. Po më the, të më ndolet fushatë një vit do i zgjidh problemin e tokës, nuk të dëgjoj më. Dakord, jam. Jo se o aty dy Jezu Krishti nuk e zgjidh dot. Jam dakord. E kisha fjalën për gjë tjetër. Janë ca gjëra tani se s'do t'i kujtoj ca, po janë ca gjëra që e nuk kisha fjalën për thuhen. tjetër gjë. E kisha fjalën për këtë që zakonisht na është pyetur që ore edhe në për studio përpara zgjedhjeve është pyetur që po pse megjithënë, domethënë këto që po propozoni ju janë për qeverisje dhe sa mandate do merrni ju. Atë shumë mirë bëni. Nëse më fal, nëse ti thua sa mandate do marrësh, unë them do marr 3, do marr 4, pra unë luftoj për 4. Jo, unë luftoj për 140. Teorikisht, nuk është se kam lutë mendjes do marr 140 tani, më kupton? Pra, lufta gjithmonë bëhet e gjithë përfshirëse. Po mos lufton të Rama për 140, nuk do merrte 83. Do merrte 71, sa ta mbyllte, pra të merrte qeverisja. Dhe Mirë, po duhet jesh pak edhe real. po real pra pretendon. e kuptoj, nuk po them këtë gjë. Nuk tha njëri tani Dhe në sa të marrë një duke deputet. nisur edhe me atë që për ta lidhur me këtë që tha Redi, ndjesi Ndriti që programi juaj linte për dëshiruar për shembull në pikën e Ishin ca premtime që nuk përputeshin fare me realitetin. Një herë që qëllimi i ardhjes së Nisma Shqipëria bëhet apo gjithë klasës së re politike nuk vjen për të qenë një opozit me ca deputet. Qëllimi është për të bërë një tjetër Shqipëri në qeverisje të cilën ti nëse nuk ke një vizion për një Shqipëri pas nesër. Po një lind tjetër politike. Dakord këtu. Nëse ti nuk ke një vizion për Shqipërinë pas nesër, dhe ti vjen vetëm thuaj, di çfarë do bëjmë po, ju premtoj, ju jap fjalën që 2 kartona do t'i ngrej kundër, s'kam pse merrem me ty. Jo, më se u kish kuptova. Më kupton? Jo, e kuptoj. E kuptoj me Nuk jam pse ti kërkon të vish në qeveri, më shumë mirë, më se partia objektiva ata ka, më të vinë qeveri. Pikërisht, dhe nëse Po ti e shikon sot, propozimi që bën ti, nuk përputhet fare me realitetin. dhe nëse ti e shikon nga sot thua, po që janë utopike, sigurisht që sot si një gjë që perceptohet si e vogël, që është e re dhe jo e vogël, duken utopike. Jam dakord me ka pika të ndryshme, nuk po merrem konkretisht me ju. Nuk është Mirë, tani nuk e bëra për t'ju bërë debat ju. Programi ka kaluar. Do të shpjegoja këtë gjë. Në këtë moment që ne flasim, duke pasur nga një deputet, qëllimi, se po shkoj tek ajo e bashkimit, ishte shumë interesante ajo dhe shumë e vërtetë. Absolutisht që nuk mohohen çdo lloj kundërshtimi që ti ke ndaj qeverisë. Po kur vinë momente të tilla historike si Bashkimi Evropian, nuk mund dalësh kundër sepse ti del kundër për kapriço, sepse është një gjë e mirë që vjen. Kur ti arrin me votën tënde për raste historike, bëhesh palë me një që ka grabitur këtë vend, imagjino se sa ishte logjike të bëhesh palë me forca të reja për një rast historik për të bërë grupe parlamentare. Pra ishte e lehtë, po thua. Ishte shumë e thjeshtë duhej bërë dhe duhej bërë nuk ishte rëndësishme se sa e dashuronin njëri tjetrin ta njerëz. Duhej bërë se është moment historik që e kërkon historia e vendit për të ndarë të shkuar nga ardhmja. E qartë. Pra, nisur thënë nga kjo gjë, në qoftë se ne nisemi sot në këto rrethana, siç po flasim tani, atëherë shumë njerëz me të drejtë mund të thonë që po të shënë si katën gjithë detetuat i një karton je. Nuk do ishim pra një karton. Do ishim një mundësi, nuk e kam fjalën unë s'do bëhesh i grup, hajde tani shkrijeshim bëheshim një. Por ishte një mundësi e tërë ku kishim mundësinë që pika të ndryshme të programit që të kishim mundësi për të çuar përpara të cilit do prej partive. Mirë, do ishte një zë më i fortë në këndvështrimin tënd do ishte më i fortë. Redi, ti do jesh në shtator në parlament, do jesh një zë i forcës tënde politike, po si do t'ja dalësh të ruash identitetin e lëvizjes bashkë përkundër një presioni politik tradicional që duhet ta pranosh edhe duhet ta pranojmë që do ta gjesh aty në parlament? Shiko, do më lejosh ta nis shik me qenë se këtu fol për populizëm,
Dhe rasti tipik i populizmit do është të thua që kemi humbur një shans historik. Sepse me aritmetik do ishin 3 mandate më shumë Partitë e Reja dhe 3 më pak PS-ja dhe mbase PD-ja. Asgjë s'ka ndryshuar në konfigurimin e parlamentit. Ndërtoi frymë dhe nuk ishin më matematikisht. Fryma është ndërtuar, atëre. Po s'ishte më matematike më. Çështja do, të lutem. Jo kaq se histori, jo, se kam qenë. Çështja është se si do ta imponojmë atë. Kjo varet nga cilat do jenë prioritetet tona. Sepse padyshim e tha Endriti që nëse vendos Bashkimi Evropian të na pranoj, të na fus në BE, do na fus. Dhe të gjithë duan. Edhe kështu siç jemi. Edhe të gjitha partitë, unë nuk besoj se ka parti sot që çmendur thotë që ne jemi që Shqipëria të mos integrohet në BE, domethënë. Po çështja është se çfarë prioritetesh do kenë partitë e reja dhe të vjetra xhanat. Për shembull, pavarësisht planeve të BE-s, a do duhet që ne të vazhdojmë të propozojmë ligje që do përmirësojnë jetën e shqiptarëve sot? Sepse edhe sikur të hymë në BE, nuk është se do gdhihemi të nesërme dhe gjithçka do jetë bërë vaj. Do duhet që të implementohet një sër gjërash, një sër reformash që gjërat të ndryshojnë rrënjësisht në vendin tonë pra. A do ngelemi peng të retorikës që duhet ndryshuar kodi zgjedhor? Po, më duhet ndryshuar kodi zgjedhor, mund të ndryshohet kodi zgjedhor që të jetë në interes të partive të reja të vogla. Taksesit të problemi partive të reja. Është që Endri tha, ai mjafton me 84 vota e ndryshon prap po duhet të kodin zgjedhor sipas interesit vet. Dhe këtu pastaj vlen pyetja se sa imponues. 6 muaj para. Si do të mundesh ti të jesh imponues duke qenë një zë i vetëm? Dhe unë s'mund t'i kërkoj qytetarëve mobilizohuni tani, protestoni që të ndryshoj kodin zgjedhor. Se kodin zgjedhor ta ndryshoj ka në dorë Edi Rama, i fut një mazhoritar aty dhe partitë e reja s'puqin më në parlamentin shqiptar. Kështu që ne do fokusohemi te problematikat reale të shoqërisë. As opozita po s'u bë bashkë pastaj se po qemi me 4 kandidatë. Opozita do marrë mbase 40 vende, 30 vende dhe pastaj. Kështu që ne i kemi dhënë provat si temun për çfarë qëndrojmë dhe çfarë luftojmë. Minimumi etik, pensionet, të drejtat në vendin e punës, rritja e pagës minimale. Pra e kemi hartuar një program të qartë dhe të mirë strukturuar mbi vizionin ton të një shteti zhvillimor dhe një shteti social. Pa masat sociale duhen të ndërmeren në shoqërinë shqiptare dhe si duhet të riorientuar ekonomia shqiptare i larg si themu ndikimit të parave të pistat të krimit organizuar, të ndërtimeve në mënyrë të paqëndrueshme dhe drejt, le të themi, bizneseve prodhuese. Ky është vizioni ynë, për këtë shkojmë në parlament, këtë retorik do të vazhdoni të qëndroni zëri se do të vi radha në orën 3:30 mëngjesit. Dakor, në lidhje me këtë doja të thoja diçka që deputeti në parlament nuk ka thjesht fjalën në një seancë plenare, po janë dhe komisionet parlamentare. Po është edhe në fund të ditës, pra çdo deputet. Po kush do të fusi komision në shkallën për mirë? Një sekond. Çdo deputet një problematik konkrete të një qytetari mund të bëj kërkesë në institucionet përgjegjëse për të marrë përgjigje, për të kërkuar llogari, si më thon, pse gjë. Jo, ata akses e ke, domethënë ata e ke. Pra ka një sër gjërash. Ata akses e ke. Dhe për më tepër, jo vetëm se kur do të jepet fjala aty në parlament, por shqyqysh zoti tani janë edhe mediat sociale. Një fjalë që unë nis në parlament do ta shtjelloj më së miri, do t'i flas publiku dhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Se i ndodhi, mban mendsi i ndodhi agron shet, i vaj flamur noka, ndeshë mori gjithë. Mund të ndodhin dhe këto, do të vinë flamuri. Fredi, je i përgatitur që në shtator do të përballesh me shumë ndoshta të papritura në parlament? Detyrimisht, jam i përgatitur për gjitha skenarët e Ka fillu palestrë. Unë jam me emision caktuar për të hyrë aty, kështu që do ta çoj përpara. Indrit, si e sheti të ardhmen e partive të reja në këtë situatë, në këtë sistem zgjedhor? Jam pak pesimist me të drejtën, vjen keq që është ajo, me të vërtet ishte një shans i mirë. Unë nuk po e fus televizion bashkë të ishe pjesë detyrimisht, sepse nuk përputhet, po gjithë partitë e tjera do të ishin bashkë në konceptin tim, të kishin një listë për bashkët. Mendoj që humbe një shans të mirë, edhe jam pak pesimist për të ardhmen, ku mendoj që zgjedhja e ardhshme do kenë rezultat goxha më dobët nga këto zgjedhje. Sa do të mundohen, sepse kur nuk e mbajti dot Ilir Meta me gjithë korrupsionin sistematik, nuk mbajti dot një parti të organizuar në atë formë, një parti sa do të mundohen djemt edhe vajzat me këto partitë e reja, është ndërtuar sistemi për të qenë
bipartizant ose me dy forca politike. sepse- Kurse lëvizja juve ju ndajun, se juve ata votues, me një frymë tjetër. ju ato votuesi keni, edhe po të këndoni për Bashkinë e Tiranës prap, ai do meni prap ju. Ata janë idealistë dhe njerëz që do vinë do votojnë aty. Po mendoj se do marrin dhe më shumë, se fryma këtë gjë ka që shtrihet. Ju do Nëse vala. merrni pak më shumë, po deri aty. Domethënë nuk mund të bëni. Nuk mendoj ndonjëherë sa të jetë më gjallë që një parti si ju e mund të bëhet forcë qeverise. Unë mendoj se Unë mendoj që shqiptarët janë shumë më pragmatistë se që mendoni ju. Janë shumë më pragmatistë. votojnë edhe pa e shitur votën. Po më nuk ka lidhje me shitjen e votës. Ose korrupsioni kjo është. Edhe një herë, qofse ju mendoni që vend të shtëpia japin lekë për blerë votën, nuk ndodh ashtu. Po mirë, vendi punës, një favor, një leje, fillo se Sistemi, sistemi. Këtu jemi tek përdorimi i administratës shtetërore. Po, pjesë e sistemit është dhe kjo. Pra e ka në dorë dhe e përdor. Shko, të jemi sinqert, këtë radhë nuk ka qenë më si më parë. Në 2021 nuk ka qenë në këtë format. Këtë radhë të paktën administrata shtetërore në orar të punës ishte në punë. Të jemi të sinqert fare, nuk mund ta them. Kurse orari jashtë pune nuk e linë me shkon në shtëpi, po e nxjerrin edhe për takime. Shko, ligjërisht nuk pengohet. Jo, nuk pengohet, po ligjërisht nuk detyrohet. U detyrohet. Ligjërisht, po edhe ky është dallimi. Nuk detyrohet njëri me zor, por lere se Si? arsyetimi janë ato. Më fal, vetëm një gjë se nuk do të ndërpres. Ti e beson që kur Rama në Shesh Skënderbej bëri takimin, nuk ngeli njëri punonjës i bashkisë pa ardhur, gjithë si nuk doli njëri Patjetër që do nuk do vinë me ardh. Me që nuk u detyron. 7% aty janë pjesë e Partisë Socialiste, janë ata Po partia. flasin nuk ngeli them zotëri që gjë punon në pastrim dhe zonjë që punon në Flasim pastrim. ca gjëra të vërteta. Me të vërtet pesha e pushtetit ndikon të zgjedhësit. Kjo nuk do kjo është aksion në Shqipëri, kjo është aksion. Pesha e pushtetit ndikon Kushdo të që ta zgjedhësit. ketë, Si? Kushdo që ta ketë peshën e pushtetit. Po më shumë ta që Ka keq bërë përdorur. përdaja një miting 2013 të sheshin në Tereza, nuk mbaroni njerëzit. Nuk mbaroni njerëzit. Do më dhe mund të fitonim dhe Maqedoninë me aq shumë njerëz. Humbëm, e kupton. Problemi është që këtu në Shqipëri pesha e pushtetit ndikon të zgjedhjet. A janë të aftë opozita me gjithë këtë të fitoj? Unë mendoj që ka mundësi për të fituar. Mjafton me një ekip të mirë, me figura të mira, edhe me ide të qarta. Po marr rast konkret, fituam në Kruj. Pse s'ka në Kruj banda? Pse s'ka në Kruj pesh Partia Socialiste pushtet ka me bashkie, me pushtet qendrore ka të gjitha. Fituam me aty. Fitoi Partia Demokratike në Kruj. Fituam Kavaj, fituam Mirdit, fituam atje në Has. Domethënë Partia Demokratike ku ka pas alternativë dhe ka pas një grup të mirë të rinj edhe të rejash, të cilët kanë bërë një fushat dinjitoze, ka fituar. Pra, opozita ditë fitoi. Vetëm ka fituar partia. Imagjino me gjithë opozitën, domethënë sa ka qenë përqindja. E ka mund me 60% e kusur Partia Socialiste. Prandaj jam duke thënë, opozita duhet të fillojë të shikojë nga vetja për të bërë alternativë. Dhe për të bërë alternativë, ti do të kesh e pranueshme për qytetarët. Një komunikim qartë me elektoratin, me qytetarët. Me njerëz që kanë që nga koha Xhaxhit Enver që janë në parti, nuk vjen të vi Bëj një opozita. koment shkurtër fare në lidhje me administratën shtetërore, sepse për mua është një retorike gabuar kjo, që thuhet që nuk e di 200 ca mijë që janë 180. 180, okay, 200 pra mijë. Me gjithë qendrore dhe lokale. Thonë që të gjithë këta që janë punonjës të administratës shtetërore votojnë gjithë Partinë Socialiste. Jo, se votojnë gjithë. Nuk i qëndroj këtij pari. Jo, se votojnë gjithë, jo. Sepse nga përvoja personale kemi pasur shumë njerëz që punojnë në administratën shtetërore që janë profesionistë të mirëfillt, të cilët kanë ardhur dhe na kanë ndihmuar me programin ton për hir të simpatisë dhe për hir se u ka ardhur në majt hundës me atë detyrimin që u bën PS-ja. Shumë dakord, ta them sinqerisht, në rast se opozita do kishte një alternativë ose do ishte shpresë për të ndryshuar qeverinë, administrata shtetërore do ishte në mas pro opozitës. Shiko, problemi sepse edhe ata duan të çlirohen nga kjo dhunë, se është dhunë. Problemi me administratën është edhe një tjetër që sa herë ka pasur rotacion në Shqipëri, i ka ndryshuar. Janë zhvendosur gjithë administrata. Është vëndësuar me militantë. Këta kanë frikë se unë mbasi vendin e punës, votojnë partinë. Them që mos jetë më opozita, të ikim dhe nga mentaliteti që ka pas opozita. Qa janë tanë të i fusim gjithë punë, gjithë polica, kupton? Dhe të mos demotivojmë partitë e reja, se kjo është shumë e rëndësishme, se jemi dhe në fund. Të njëjta retorikë ngel, kupton? E njëjta retorikë ngel. Unë du policë, si shtë unë du i vend policë. Indrit, faleminderit shumë që ishe në studio me mua, Redi, faleminderit, suksese. Marcel, faleminderit që ishe në studio me mua. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.